Selam aleikum, wa aleikum selam. Kam qëllu në namaz në xhami për namaz drejke, pas ju fal drejka. Pat një xhenoza aty dhe ju fal namazi, unë nuk u fala me ata. Xhenoza jashtë xhamis, kurse xhamati brenda xhamis me imamin e falem namazin e xhenozës, a është edhe kjo e ndaluar me marr pjesë femra në namaz. Me ja fal femra namazin xhenozës nuk është e ndaluar, përkundrazi edhe ajo ka shpërblimin që është përmend. Femra është e ndaluar me marr pjesë në varrim bashkë me burrat. Montu varrus, xhenozja, gra e burra, do vajtojnë, sidomos tash gratë kur po vinë varrime s'po na lënë më afrurat vorrit. Wallahi pe I pengoj njerëzit po me mbyll vorrin te vorri aty do me hi. Po mirë deri dje ke pas të shtëpia, ty nuk e kujdes, nuk e ke nejt çështu te kryq shpirtin sa. Hajde. E kështu që po bëhen më shumë pengesë se që po marrin që e kështu në namazin me ja fal nuk prish. Është domosdoshmë e lejuar, edhe pse falet në xhami. Po nëse xhenoza është në xhami, s'prish punë. Më mirë është xhenoza me qenë jashtë xhamis, edhe mas namazit pastaj I falet në xhenozja, imami bashkë me xhamatin, edhe gratë ja falin xhenozën. Edhe për gratë është shpërblimi i kirat. Po edhe grovës, nëse është xhami ose nëse ka mundësi me ja fal xhenozën, rreshtohet në fund atje, dikon ka fundi, safi I fundit, edhe ja fal xhenozën, e merr në kirat, e merr në shpërblim, sa kodra hutit.